Nuk janë vetëm pjesa teorike, por është edhe pjesa e workshopëve kur praktikohen punët, kur bëhet luajtja e roleve për të kuptuar sa më mirë informaten dhe për të kuptuar sa më mirë punën, për shembull punën në terren që është pak më sfiduese. Domethënë bëhet si punë praktike gjatë trajnimit. Workshopë, domethënë përgatisim gjatë trajnimit. A mund të me nda diçka me neve, çka ndonjë prej workshopeve që me e ke cilësuar si shumë punë të mirë që është bërë? Mund ta potencoj të fundit që e kemi për punëtorët social, do të thotë pasi e kemi ligjëruar pjesën e ndërhyrjeve të punëtorit social në familjet që janë të papërshtatshme për kujdesin e prindërve, tash i kemi ndarë në grupe, do të thotë edhe gjithë secili kanë shprehë mendimet e veta mbas të njohurive që kanë përfituar prej trajnimit, se si do të ndërhyrin në raste të caktuara që ne i kemi paraqitur. Do të thotë kanë pasur rolin e punëtorit social në një rast apo në një situatë të caktuar se si ata do të ndërhyrin.